Fjallori i Bujar Osmanit më ka bindë se çfarë gjendje të mjerueshme e ka sjellë BDI-ja e Bujar Osmanit çështën shqiptare në Maqedoni. Është do t'jap sqarime që mos duket t'ja përmeni emrin për arsye të kundërta, nuk kam ndonjë të lashëm me ta. E kam respektu se kam mendu sa njeri ditshëm, pe atë natë mendoj se s'din asnjë gjë. Se është bosh krejt, është kokë bosh dhe flet pa lidhje. Në televizionin Klan të Kosovës ta unë kur zgjidhem kryetari komunës, do ta bëjnë një fond financiar, i cili fond do të përkujdeset për mbrojtjen e të drejtave pakisës Maqedone në çaj. Nuk i shpej frikë këto fjalë, janë të incizuar. Skandaloz. Tha bile marrëveshja e orit parashet që të lidhje s'ka marrëveshja e orit me çështjen e Maqedonëve dhe pakisën Maqedone, po marrëveshja e orit ka të bëjë me drejtat kombëtare, shtetërore të shqiptarëve. Maqedonin e mbron Mickoski, e mbron ai tjetri, pa marrë parasysh ku jeton. 2. Tu pas frikë për këtyne listave zeza, se u gotin Artani, e tha Fjallori katastrofal i dytë. Tha ne jemi për Maqedonin unitare. Skandalos. Fjala unitare është një shtet një kombë. Tu pas frikë që të flet për kërkesa reale politike, gabime skandaloze. Dhe treta, ju kujtohet, jo para këtyre zgjedhjeve, po para këtyre zgjedhjeve, kur BDI-ja kishte fushatën për gjelbrim, për fushatën ekologjike, për ekologji, pse çështje të tjera, gjitha janë zgjidh, gjithat kanë marrë fund, e tash s'ka na zgjidha se ta gjek bishti, ke humb interesin, ke humb pushtetin, ke humb karikën. Edhe prej një jeshillëku të madh, para kum haru, më duket 7 vjet ka, 8 vjet, në një situatë këtij.